Programet, forumet në bashkësi edhe këtë vit do të implementohet edhe në komunën e Vrapçishtit. Sot u mbajt sesioni i parë i këtij forumi në këtë komunë. Rëndësia e këtij forumi është pjesëmarrja e qytetarit dhe përfaqësues të institucioneve si pjesë aktive në hartimin participativ dhe transparent të buxhetit të komunës për vitin 2016. Bajram Kadria, kryetari i komunës së Vrapçishtit, shprehet se këto forume do lehtësojnë punën e komunës, pasi do jenë vetë qytetarët që drejt për së drejti do vendosin dhe do të kërkojnë siç ka ju nevojitet atyre në vendbanimet e veta. Jemi të vetëdijshëm se buxhetet e komunave rurale janë të vogla në krahasim me pritshmërinë dhe nevojat që na dalin në terren, po këtu besoj se në mënyrë më transparente marrim në orientim të mendimit të qytetarëve, dhe nuk jemi të rahatshëm që ne vetë të vendosim se çka bëjmë për vitin 2016. Dhe nga këtu do të dalin me siguri propozime me vend, do të dalin propozime të qelluara që në çfarë orientimi do të orientohemi më së tepërmi me buxhetin e vitit 2016. Abdyl Barie Bibi, udhëheqësi i zyrës për zhvillim lokal ekonomik i komunës së Vrapçishtit, thotë se ky është viti i parë në këto forum që organizojnë këto forume në komunën e Vrapçishtit, pasi 2 vitet e kaluara ata me vetë iniciativë kanë organizuar këto forume pa mbështetjen e askujt. Kjo është hera e tretë që mbajmë procesin forumi në bashkësi. Vitin e kaluar ne këtë proces e mbajtëm nga vetë organizimi i si komunë dhe kaluam shumë mirë. Pres që inkuadrimi i qytetarëve të jetë më i madh dhe thjesht qytetarët të kenë mundësi të vendosin për të ardhmen e këtij vendbanimi gjithësisht komunës Vrapçishtit. Mendoj që për buxhetin e 2016 do kemi ide të mira dhe shpresojmë që këto ide të realizojmë gjatë vitit të ardhshëm 2016. Lulzim Aziri, moderatori certifikuar për mbajtjen e këtyre forumeve, thotë se banorët e Vrapçishtit në këtë forum do dinë saktë se sa janë të hyrat dhe të dalët në komunën e tyre. Mundohem që t'i animojmë, që t'i nxisim, që t'i shtyjmë qytetarët e komunës së Vrapçishtit që të debatojnë lidhur me të hyrat dhe të dalët e komunës, përkatësisht që të debatojnë lidhur me buxhetin dhe të përcaktojnë, të propozojnë projektet e tyre konkrete, sepse qëllimi i forumit është që të përmirësojë jetesën e qytetarëve dhe të nxjisë qytetarët në vendimarrjen lokale dhe në fund vetë qytetarët në forumin e 5 që do të mbahet para vitit të ri, sepse dihet se për vitin e ri, para vitit të ri miratohet edhe buxheti komunal, të mundet të përcaktojnë edhe prioritetet se cilët programe dhe cilët projekte komuna duhet t'i ketë si prioritet gjatë vitit 2016 për të përfunduar këtë proces në shtator të vitit të ardhshëm, kur qytetarët do t'informohen se përsa komuna i ka pas parasysh të gjitha sugjerimet dhe prioritetet e tyre. Ky ishte sesioni i parë i forumeve buxhetore që u mbajt në Vrapçisht, kurse deri në fund të vitit pritet të mbahen edhe 4 sesione tjera, nga të cilat pritet të ketë një pasqyrim real të planit zhvillimor dhe prioriteteve për zhvillim të komunës së Vrapçishtit për vitin 2016.